Agjërimi në dimër dhe në verë ndryshon shpërblimi. Muaji i Ramazanit është një nga muajt më të dashur për besimtarët musliman. Ai vjen çdo vit, duke kaluar në përstinet e ndryshme të vitit, herë në dimër, kur ditët janë të shkurtra dhe të ftohta, e herë në verë, kur ditët janë të gjata dhe temperaturat janë të larta. Ky ndryshim i stinëve bën që agjërimi të përjetohet ndryshe nga viti në vit. Në disa vite, besimtari agjeron për shumë orë nën vapën e fortë të verës. Në vite të tjera, agjërimi është më i shkurtër dhe më i lehtë në ditët e ftohta të dimrit. Por këtu lind një pyetje që shumë njerëz e bëjnë. A është shpërblimi i njëjtë për agjërimin në dimër dhe në verë? A ka më shumë sevape ai që agjeron në vapë dhe në ditë të gjata? Për ta kuptuar këtë çështje, duhet të kuptojmë një parim shumë të rëndësishëm të Islamit. Allahu e shpërblen njeriun sipas sinqeritetit dhe përpjekjes së tij. Agjërimi në vetvete është një adhurim i madh. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë në një hadith kutsi se Allahu thotë: "Agjërimi është për mua dhe unë vetë do ta shpërblej atë." Kjo tregon se agjërimi ka një shpërblim të veçantë dhe të pakufizuar tek Allahu. Megjithatë, është e natyrshme që agjërimi në verë të jetë më i vështirë. Ditët janë më të gjata, etja është më e madhe dhe temperatura e lartë e bën më të rëndë për trupin. Në këto kushte, besimtari përballet me një sfidë më të madhe fizike. Dhe në Islam ekziston një parim i njohur: sa më e madhe të jetë përpjekja për hir të Allahut, aq më i madh mund të jetë shpërblimi. Kjo nuk do të thotë që agjërimi i dimrit nuk ka vlerë. Përkundrazi, çdo agjërim i pranuar tek Allahu ka shpërblim të madh. Por vështirësia shtesë që përjetohet në disa raste mund të shtojë edhe më shumë shpërblimin. Megjithatë, ajo që ka rëndësi më të madhe nuk është vetëm gjatësia e ditës apo temperatura e motit, por qëllimi i pastër dhe përkushtimi i zemrës. Në dimër, agjërimi është më i shkurtër dhe më i lehtë për trupin. Prandaj disa dietar e kanë quajtur dimrin si një mundësi të veçantë për adhurim. Në një transmetim të njohur, dimri është përshkruar si pranvera e besimtarit, sepse netët janë të gjata për namaz dhe ditët janë të shkurtra për agjërim. Kjo do të thotë se edhe agjërimi i dimrit është një dhuratë e madhe nga Allahu për besimtarët. Pra në të dy rastet, në verë dhe në dimër, besimtari ka mundësi të fitojë shpërblime të mëdha. Në verë, përmes durimit ndaj vapës dhe etjes së gjatë. Në dimër, përmes vazhdimit të adhurimit dhe shfrytëzimit të lehtësisë që Allahu ka dhënë. Një besimtar i sinqert nuk e mat adhurimin vetëm me vështirësinë e tij. Ai e sheh çdo mundësi për të adhuruar Allahun si një bekim dhe një shans për t'u afruar më shumë me Krijuesin. Kur Ramazani vjen në verë, ai përgatitet për durim dhe për kushtim. Kur vjen në dimër, ai përpiqet të shtojë adhurimin dhe të mos e humbas këtë mundësi. Në fund të fundit, ajo që përcakton vlerën e një agjërimi nuk është vetëm klima apo gjatësia e ditës, por sinqeriteti, devotshmëria dhe përkushtimi ndaj Allahut. Sepse qëllimi i Ramazanit nuk është vetëm të ndalemi nga ushqimi dhe pija, por të arrijmë devotshmërinë dhe të pastrojmë zemrën tonë. Dhe kështu, pavarësisht nëse Ramazani vjen në vapën e verës apo në freskinë e dimrit, mesazhi i tij mbetet i njëjtë: një muaj për durim, për falje dhe për afrimin e njeriut me Zotin e tij. Sepse për besimtarin e vërtet, çdo Ramazan është një mundësi e re për të fituar mëshirën dhe shpërblimin e Allahut.